1-2-3, 1-2-3. Maria bën kafe. Po kam mësuar diçka tjetër. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Maria shkon në teatr. Okej, përshëndesim gjithë ndjekëse që kam me emrin Maria. Faleminderit shumë që jeni në një tjetër takim të ditarit tim në YouTube, Olti Curi TV, është emri kanalit tim, subscribe dhe faleminderit shumë për klikimet tuaja. Sot sigla duhet ishte Drenica lind veshtrima, ju i leni fëmijët e tima, është një kom që do liri dhe Kosova është Shqipëri. Pse? Sepse do të flasim për opinionistat. Më sa kemi 2 femra opinionista në Big Brother VIP Kosova dhe më duket se i kam zbuluar duke shkuar lart e poshtë të portale dhe më the të thash. Do të nisim me siglën dhe më pas me gjithë shka tjetër nga Bigu i Kosovës që pritet për të filluar dhe nga eksperienca personale e dis, aty është një festë e madhe sepse janë shumë të interesuar në Kosovë për këtë format. Nisim me siglën time, fukaresh për një emision modest. Mirë pra, mbërrin në edicionin e 4 Big Brother VIP Kosova, e cila ka nisur që i bie 4 vite më parë, ka qenë fitues Stresi, ka qenë fitues Driloni, ka qenë fitues një djalë me emrin Lumbardi. Ne jemi shumë të përfshirë sepse pjesa këtej e Shqipërisë e ka ndjekur dhe nga ana tjetër është komentuar jo sa Bigu i Shqipërisë, por është komentuar edhe në portale dhe në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, vjet ne patëm një ndërlidhje sepse një personazh shumë i dashur nga atje ka përceu në Bigun e Shqipërisë dhe po flasim për Gjestin, i cili aktualisht vazhdon pas tragjedisë që preku familjen e tij, humbjen e jetës së vllajt, vazhdon të qëndrojë në pej dhe është pranë familjes, janë rreth njëri tjetrit për të mundur të zbusin sa më shumë këtë dhimbje të madhe. Kështu mora informacion nga disa qytetar të pejës që më thanë që Gjesti ndodhet atje dhe janë të bashkuar rreth njëri tjetrit. Dua të përshëndes fort edhe t'i dërgoj të gjithë respektin tim edhe zemrën time asaj familje, edhe Gjestit i cili na zbaviti shumë për disa muaj gjithë shqiptarët dhe në Bigun e Kosovës dhe në Bigun e Shqipërisë. Por tani është momenti për të bërë gati vëmendjen për gjithë ata të cilët merren me blogeri, merren me portale, merren me rrjetet sociale dhe her pas here do japin rëndësi edhe Bigut të Kosovës. Bigu i Kosovës këtë vit sërish do të jetë në drejtimin e Laudina Mitaj dhe do të jetë në drejtimin e bashkëprezantueses Jonida Vokshi, të cilët kanë postuar dhe foto me njëri tjetrin dhe po bëhen gati. Prezantuesit e pjesën më të madhe njihen me skaletën, njihen me dinamikat, me të ftuarit, me tempin e spektaklit, sidomos nata e parë është shumë e rëndësishme sepse fillimi mbar është gjysma e punës. Por nga ana tjetër, ato do të merren shumë edhe me duken, me lukun e gjithçka tjetër. Pjesa tjetër i takon atyre që do ta organizojnë. Janë përmendur shumë emra. Në fillim u përmendën emrat e opinionistëve. Është diskutuar shumë për Dalina Buzin, por Dalina Buzin në fund fare tha jo, unë nuk do të jem aty. Ndërsa portalet dhe informacionet e tjera afër produksionit zbuluan se një nga opinionistët do të jetë femër, do të jetë çfarë femre, do të jetë Olta Gixhari, ish vetë konkurrente e një formati të tillë, nga ana tjetër aktore dhe personazh i botës së televizionit dhe i rrjeteve sociale. Olta Gixhari ka qenë opinioniste e Bigut të Kosovës me Milaim Zekën dhe të dy kanë një respekt jashtëzakonshëm për njëri tjetrin, dashurohen në mënyrë po bëj shaka sepse e urrej njëri tjetrin. Milaimi Oltën dhe Olta Milaimin. Sidoqoftë, Milaim Zeka nuk rikthehet, por kësaj radhe është vendosur që në krah të Olta Gixharit të jetë një femër shumë e famshme. Po, një nga femrat më të bukura të showbizit shqiptar, më potente dhe me një emër shumë të madh e me karrierë të jashtëzakonshme. Por më parë përmendim shpejt e shpejt u përmendën disa emra konkurrentësh, para se të shkojmë te zbulimi i emrit të opinionistes së dytë pasi Olta Gixharin e zbulova. Emrat e personazheve që flitet se do të ishin në Big Brother VIP Kosova deri tani të përfolur, jo të konfirmuar janë Diona Fona, Zafina Ismaili, që më duket se ky emër është rrëzuar që në fillim, Shndrit Lumi. Ju thënë gjë këto? Mos më thoni që janë emra që nuk i njeh askush, sepse ka shumë njerëz të cilët vinë të njohur jo nga bota e muzikës, jo e filmit, jo e kinemas, jo e televizionit, por janë thjesht tiktoker të famshëm apo bloger Instagramit të famshëm. Keni dëgjuar Benita Zenën, Shkurta Haxhiun, Arbenita Ismailin? E keni dëgjuar. E keni dëgjuar shumë edhe nga martesa e saj me Feron, ka një fëmijë bashkë nga gjithë historitë që erdhën pas. Sasa Hoda, Zoja Nushi,
Shpat Krasniqi është një tjetër emër që kemi dëgjuar të përmendet për të hyrë në Big Brother. Por është edhe një këngëtar i cili përveç këngëve të tij që ka bërë hit edhe kërcimin e tij në TikTok. Po flasin për Beta, është një këngëtar që mbledh miliona klikime, edhe kur kënga nuk është hit kërcimi i tij, personazhi i tij në TikTok. Për të shkuar pastaj tek një grua e cila është embuluar dhe flet për fen në televizionin e Kosovës, në televizionet të ndryshme të Kosovës, është pikërisht Iqbal Haduti, një nga emrat që flitet se jo vetëm që po bën tratativa për të hyrë në Bigun e Kosovës, por ka vendosur edhe kushte, sepse ka kërkuar që nëse do të jetë në Big, duhet të ketë një dhomë të posaçme për të fjetur vetëm dhe të mos jetë në një ambient të përbashkët, siç është formula e Big Brother VIP apo Big Brotherit normal në mbar botën, për të qëndruar në një dhomë gjumje, për të fjetur bashkë me njëri tjetrin, femra dhe meshkuj. Më duket se ky është një nga kushtet që ka prezantuar pikërisht ky personazh Iqbal Haduti, produksionit të Big Brother VIP Kosovës. Një tjetër emër, ky duket që ka nënshkruar kontratën dhe jemi drejt përfundimit të marrëveshje dhe shumë pak orë në ndajmë nga prezantimi i tij, nga klipi prezantues, nga momenti i hyrjes dhe nga vëmendja e gjithë publikut, një këngëtar i cili ka bërë hite, është këngëtar i një brezi shumë të promovuar për krah Vesalumës, Alban Skënderajt, Jona Sopi, pra është ky lloj niveli këngëtarësh, është Mentor Haziri, i cili është i përmendur sepse ka fituar edhe një edicion të Top Fest, pavarësisht çmimeve të tjera që ka marrë në çdo festival të mundshëm shqiptar. U përfol shumë dhe për një emër tjetër. Kanë qenë shumë miq, kanë patur një grup bashk, është Skivi, Visar Shala, që ka qenë me Skillsat bashkë me Ledri Vuli, nuk kujtohet, në Top Fest, ato morën famë dhe u bën në personazhet shumë të njohur. Emrat të tjerë janë nga Supernova, që është Brikena Selmani, në mos u gabofsha, por është dhe një emër tjetër, që është Liri Tahiri. Këto janë emrat më të përfolur, më të diskutuar, më të postuar, më të shkruar në portalet të cilët kanë folur pikërisht për konkurrentët e mundshëm të Big Brother VIP Kosova 4. Por i rikthehemi asaj që po presim emrin e dytë të opinionistes. Kësaj radhe ka vendosur produksioni dhe Klan Kosova të ketë 2 femra në komente. Njëra është bombastike, Olta Gixhari nga Shqipëria. Një tjetër bombë është Leonora Jakupi. Po flasim për Leonora Jakupin, e cila duket se ka vendosur kësaj radhe të shkojë në shtëpitë e shqiptarëve jo më me këngët e saj, jo më me këngët e saj zbavitse, me këngët e saj patriotike, me hitet e saj që kanë ngritur pesh shqiptarët kudo që ndodhen, por me fjalën e saj. Leonora Jakupi nga Drenica, që në një takim që kam patur më ka thënë, unë bëj pite më të mira se Gjuli, pavarësisht se Gjuli mori shumë famë nga Big Brother VIP Kosova 1, do t'jetë duke komentuar lojën e të gjithë spektaklin e Big Brother VIP Kosova 4. Jam shumë kurios për të parë Leonora Jakupin në transmetim, jo vetëm natën e parë, por sa herë të më jepet mundësia dhe mendimet e saj, sepse Leonora, një lloj se Olta, është një vajzë që kur ka për ta thënë diçka, e thot dhe pik dhe nuk tërhiqet pas. Kam shumë qejf për të parë se çfarë do ndodhi mes 2 drenicakëve, Alaudin Hamiti dhe Leonora, dhe kush do dalë fitues. Po nga ana tjetër kemi edhe gocat e Shqipërisë, Jonida Vokshi dhe Olta Gixhari, kështu që edhe Alaudinit, dhe Jonidas, dhe Oltës dhe Leonorës i dëshiroj suksese dhe i puth fort nga Olti Curi TV në YouTube.